çfarë mund të bësh në Vlorë në pak orë. Qëndro deri në fund videos. Dhe si fillim do ikim të vizitojmë një nga lagjet më të vjetra të Vlorës, që është lagja Muradije. Jam i bindur që shumë prej jush, sikundër edhe unë, Vlorës i keni parë vetëm plazhet, lungomaren dhe nuk i keni parë qendrën e qytetit apo dhe destinacionet e tjera turistike edhe kalan e saj. Ja ku erdhëm dhe në lagjen Muradije, në një nga zonat më të vjetra dhe me histori të pasur në qytetin e Vlorës. Zona njihet për atmosferën tradicionale, rrugicat karakteristike dhe trashëgimin kulturore që ruan prej dekadash. Tu ndodhet edhe xhamia e Muradijes, një nga monumentet më të rëndësishme historike të qytetit. Muradia është zemra autentike e Vlorës, ku ndërthuret historia, jeta e përditshme dhe identiteti qytetar. Një zonë që ruan shpirtin e vjetër të qytetit dhe vazhdon të mbetet shumë e dashur për banorët vendas. Në këtë lagje ndodhen kryesisht restorante tradicionale, kafene, markete, farmaci, dyqane të vogla familjare, si dhe apartamente apo bujtina për turist. Është një zonë që bashkon historinë me bizneset e përditshme dhe aktivitetin turistik. Edhe pse shumica e bizneseve nuk ishin hapur, ende përsëri mbetej e bukur. Edhe më pas shkuam aty ku në vitin 1912 u ngrit flamuri i shpalljes së pavarësisë. Edhe ky monument ishte i mbyllur dhe u mjaftuam duke e parë së jashtëmi. Sigurisht që nuk mund të largohemi nga Vlora pa vizituar edhe detin dhe prodhimet e tij. Porositëm një shishe ujë, një sallat, një patate, një fritur, një pasta për djalin, gjysmë litri verë, një kocë zgare, linguini me fruta deti, por kamarieri harroi dhe bëri mirë sepse nuk kisha më ku ta çoj. Ushqimi ishte shumë i mirë, peshku ishte i freskët, edhe shërbimi shumë i mirë, por doja të theksoja që vera ishte pak e fortë dhe e zbutëm pak me një zhveps. Dhe sa mirë bëri kamarieri që i harroi linguine dhe mina. S'kam ku t'i qaj realisht. Ikëm edhe nga restoranti dhe harrova t'ju them që quhej Seaside dhe paguam 5.000 lek ose gati 50 euro me gjithë bakshish, i zbriti dhe linguinet. Ndërsa tani do shkojmë të vizitojmë kalan e Vlorës. Kalaja e Kaninës është një nga monumentet më të rëndësishme historike pranë Vlorës, e vendosur në kodrën e Kaninës me pamje panoramike mbi qytetin.
Kalaja shërbeu si pikë strategjike ushtarake për kontrollin e zonës bregdetare dhe rrugëve tregtare. Historia e saj lidhet me periudhën antike, ndërsa gjatë shekujve u forcua dhe u zgjerua nga bizantinët, normanët, venedikasit dhe osmanët. Me që erdhëm deri këtu lart, t'i fusim një të inspektuar punimeve si po I bëjnë. Sipas tabelës, punimet nisën në maj të vitit 2025 dhe kanë përfshirë restaurimin e mureve rrethuese, kullat e dëmtuara, rrugëve me kaldrëm dhe ndërhyrje të tjera gjeologjike dhe përmirësime për vizitorët si Infopoint. Sipas parashikimeve, punimet duhet të përfundojnë në qershor të këtij viti, por deri atëherë le të presim. Në fakt ne tani thyem një rregull sepse kalaja është e mbyllur për shkak të rikonstruksionit, por me që erdhëm deri këtu lart, tham, po e thyem një rregull se nuk prish punë një herë në jetë. Nga kalaja nisemi për një kafe në Lungomare ose në shëtitoren Buz Adriatikut. Kjo zonë është kthyer në simbolin turistik të qytetit dhe një nga vendet më të frekuentuara gjatë gjithë vitit, sidomos gjatë verës. Shëtitoria ofron hapësira të gjera për ecje, pista biçikletash, palma dekorative, kënde pushimi, bare, restorante, hotele dhe ambiente argëtimi me pamje nga deti. Në mbrëmje, zona gjallërohet me xhiro, muzikë dhe atmosferë verore, por mbrëmjen mbetet ta shijojmë një herë tjetër. Ndaj, ju lë takim javën që vjen me një tjetër destinacion. Do të shohim se ç'bëhet andej nga Saranda. Mos harroni like dhe subscribe pasi rrugtimi I kësaj vere sapo ka nisur.